Protesta e Aleancës Kujezi, e cila u zhvillua pranë ambienteve të stacionit të trenit në Tiranë, ka degeneruar në përplasje dhe dhunë fizike. Gjithçka ndodhi pasi protestuesit hodhën parrulla kundër qeverisë, e cila sipas tyre në këto 20 vite nuk ka bërë asgjë për të ndryshuar sistemin e kurudhor, që sot ndodhet në gjendje të mjerueshme. Disa persona kanë hyrë në ambientet pranë stacionit të trenit dhe u kanë kërkuar protestuesve të largohen menjëherë që aty. Duke përdorur dhunë dhe fjalë ofenduese, ata janë përpjekur të nxjerrin jashtë ambienteve rrethuese të stacionit të trenit protestuesit. Gjithçka ka përfunduar në përplasje fizike, ndërsa ajo që binte në sy ishte mungesa e stafit të punonjësve të stacionit të trenit. Më në fund një person i cili është paraqitur si përgjegjës i stacionit të trenit u ka kërkuar mediave të largohen nga aty. Përfaqësuesit e Aleancës Kujezi protestuan për gjendjen në të cilën ndodhet sot sistemi e kurudhor me moton 20 vjet pa binar. Sekretari për çështjet e urbanistikës pranë kësaj partie deklaroi se qeveria shqiptare nuk ka bërë asgjë për të ndryshuar gjendjen skandaloze në të cilën ndodhen trenat dhe i gjithë sistemi e kurudhor. Aleanca Kujezi deklaron se pavarësisht se çka ndodhur në 22 vjet, pavarësisht se Shqipëria ashtu si dhe ekonomia e saj është pa shina dhe pa binar, një nga tenderimet e para publike është rikthimi i shëndetit sistemit e kurudhor dhe rindërtimi i tij sipas mënyrës më moderne të kohës.